Me thënë të vërtetën, unë jam deputet për herë të parë në Parlamentin e Shqipërisë dhe siç filloi ky sesion, ashtu edhe po mbyllet. Filloi me bojkotin edhe me bllokimin e foltores parlamentit nga Partia Demokratike dhe në të njëjtën mënyrë edhe po mbyllet për fat të keq. Opozita tashmë ka kthyer në një zakon të vetin ku kthehet edhe largohet nga parlamenti sipas interesave partijake të tyre, ndërkohë që edhe në përfundim të këtij sesioni parlamentar, po shihet qartë që nga njëra krah kemi mazhorancën e cila është e përkushtuar drejt miratimit projekt ligjeve dhe amendimeve ndryshme për ligjet ekzistuese, të cilat i shërbejnë integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe përafrimit të kuadrit ligjor i cili do të sjellim pas edhe mbylljet e kapitujve dhe të grup kapitujve për të sjellë në përfundim antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe nga ana tjetër opozitën e cila ka zgjedhur si rrugën e saj bllokimin, sabotimin, bojkotin, largohu, hajde, është kthyer si një lojë, do thoja, her pas here sipas interesave personale dhe politike së Sali Berishës, besoj, i cili her pas here e nxjerr PD-n nga parlamenti, pastaj e sjell në parlament, pastaj i thotë bllokojmë foltoren, pastaj të largohen prap. Mendoj që kjo është një sjellje e cila nuk i bën krenari opozitës tonë. Megjithëse kështu do jetë edhe brenda sallës parlamentit nesër, sepse do të jetë sërish avokati i popullit në rendite, edhe pse ka një ndryshim nga e hëna, por ata janë vendosur të mos e lejojnë zoti Shabani të raportojë para deputetëve. Jeni shumë i saktë, Pandi. Kjo ishte arsyeja, ishim në një ditë normale të zhvillimit të hënën, ku prezantohen projekte rezolutave institucionet të pavarura. Besoj që ato kanë një vit gjatë punën në cilin vijnë prezantojnë arritje, por prezantojnë dhe sfidat e tyre, por dhe detyrat që Kuvendi i Shqipërisë do vendosi për këto institucione të pavarura, që është detyrë funksionale e Kuvendit tonë. Në moment që ne kemi një raportim të këtyre institucioneve, besoj që është e udhës që këto institucione të raportojnë përpara Kuvendit të Shqipërisë. Është e drejtë nga ana e opozitës që të kundërshtojë një emër të caktuar, është e drejtë nga ana e opozitës që këtë çështje ta dërgojë dhe në gjykatën kushtetuese. Është e drejtë nga ana e opozitës të kundërshtoj dhe emërimin e avokatit popullit, ama nga ana tjetër, opozita jon do të kuptojë që nuk mund të bëjë në të njëjtën kohë opozitën, në të njëjtën kohë gjykatën kushtetuese dhe në të njëjtën kohë përmbaruesen për të bërë faktike vendimet që ato kanë marrë. Ato kanë gjithë drejtën e tyre të kundërshtojnë emrat, ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese, ama duhet mësohen të presin zbardhjen e vendimeve që marrin gjykatat dhe jo të bëhen përmbarues të vetes dhe të vendimeve që ato vetë kërkojnë.